Kena marrë vesh që ndryshimi për neve në këtë kontekstin e Ramazanit i përfshin 5 gjana. E para është ndryshimi i zakoneve. E dyta ndryshimi i adhurimeve. E treta është ndryshimi i marrëdhënieve, raporteve. Raportet mes njëri tjetrit. E katërta është ndryshimi i zemrës, ose i gjërave të zemrës, ose i temave dhe i koncepteve që kanë bujnë me zemrën, edhe pesta, kemi thonë, ndryshimi i bindjeve. Domethënë që to 5 fusha e rrëmbullaksojnë ndryshimin komplet një insani. Tash unë veç kisha dashur shkurtimisht. Nëse ja ndrojmë një njeri zakonet, po nuk ja ndrojmë adhurimet, nuk ja ndrojmë zemrën, nuk ja ndrojmë, ai ka bën ndryshim do zakone, po është ndryshim shumë i vogël për me bën njëri të kompletuar. Nëse ja ndrojmë njëri veç adhurimet, nuk u falë dhe kena pru u falë, ja ka nisë më falë. Zakonet nuk i kalu hiç, bindjet nuk i kalu hiç. Domethënë, na kena një namazli që fillon më falë, po realisht segmentet tjera tjetës është çush ka qenë. Për ata jena të interesuar, kur flasim për ndryshim, me i përmend gjithë 5 gjana, me ndryshu zakonet, adhurimet, raportet, çështjet e zemrës edhe me ndryshu bindjet. Kemi fol për gjithsej 4 tema, sot është e 5-ta. Një temë jemi minus. Kemi fol për gjumin, kemi fol hyrja, ka qenë tema e hyrjes. Kemi fol mrapa për gjumin. Gjumin e kemi fut në sferën e zakoneve. Kena nevojë me ndru zakonet e gjumit. Kemi fol për fshinsin, fshiu, miku, dashamiri, kojshiu, komshiu. Edhe ato e kem rrëllogarit në sferën e marrëdhënieve, raporteve. Na kena nevojë me i përmirësu raportet. E treta, kem fol për pendimin, e pendimin e kem fut në gjendjen e zemrës. Njeriu pendohet në radhë parë me zemër, sot e kemi trajtuar një temë që e prek rrofshin e bindjeve që këtë bëjmë me optimizmin. Optimizmi është një temë që sot me lejen e Zotit kemë me diskutu. Do të flasim kështu normal në këtë kontekstin se shumë herë kemë trajtuar çështjen e optimizmit, po sot jena në atë rrafshin e ndryshimeve. Realisht populli tonë nuk ka pas fort nevojë mi fol për optimizëm, se për ka natyra u kon popull optimist. Edhe me gjithë luftat e sakrificën e, domethënë, okupatorët e pushtues të kështu me radhë, populli jonë nuk ka qenë popull optimist. E çuditshme është që mas lufte janë çudë njerëz na kanë vrarë optimizmin, edhe realisht jem të kalu një periudhë shumë pesimiste. Po i kthyri këto ditë çështjen e zgjedhjeve, domethënë pak njerëz janë optimist se zgjedhjet kanë më bë ose kanë më ndryshu diçka. Tash nuk ka problemi veç i qasjes tonë negative ose pesimizëm ndaj zgjedhjeve, po na kena qasje tani pesimiste ndaj shumë proceseve të tjera të jetës. Sigurisht unë nuk jam psikolog, sepse optimizmi është temë shumë edhe psikologjisë, edhe nuk e kam në mend me fol për ato beneficionet që optimizmi ja sjell njeriu në rrafshin psikologjik. Psikologjikisht çysh njihet një njeri që është optimist? Mos flasim për shembull një njeri që është i smur, cila është arma më e fortë me luftu smujën përveç optimizmit, me optimizëm luftohet edhe kanceri. Nuk janë tema të mia, po është mirë me i lexuar dhe mirë me i pas parasysh, sepse sot ka hulumtime, ka domethënë trajnime. Bota ka shku përpara, edhe bota ka arrit me lexu trunin e njeriu, ka arrit me lexu emocionet e njeriu, dhe me të vërtetë është o dal në paqe. Optimizmi është një prej mekanizmave më të fuqishëm me jap njeriu jetë në këtë botë, me jap shëndet, me jap domethënë sukses e kështu me radhë. Megjithatë nuk është tema jonë, na po folim pak edhe në rrafshin e fesë. Domethënë çysh është shef feja çështjen e optimizmit, edhe a gjuna me kon pesimist. Kështu a gjunat e Zotit, a shënohet gjuna në fe me kon pesimist. Të pas parasysh se një numër i madh i fetarëve janë shumë pesimista. Edhe fatkeqësisht, diskursi i trajtimit të fesë zakonisht bëhet prej qasjes pesimiste. U prish mileti, ky popull u prish, ky ka deviju, gratë janë zhvesh, burrat janë prish, hajnat bum, edhe zakonisht
trajtesat që i bëhen çështjeve në ka prizmi fetar, zakonisht i bëhen me pesimizëm të madh. Edhe dyqysh feja u bën i far këndvështrimi pesimist ndaj gjërave, e që i zhdash totalisht me kondryshe. I zhdash veç një moment më u kthy jetës Hazreti Muhamedit, çysh i ka trajtu ai fenomenet, çysh i ka trajtu ai problematikat. E kisha sfidu se cilin njëri që e ka lexu jetën e pejgamberit, nëse mund e gjon një fakt ose një moment që pejgamberi ka prediku pesimizëm, ose i ka prediku problematikat nëpërmjet qasjes pesimiste ose të errët ose negative. Për ata duhet me pas shumë kujdes. Kisha fillu sot për një shembulli që kështu me bon nashta, një shembull i thjesht, po nashta flet shumë për temën tonë. Një bab e kish marrë dëbirin, djalin e tij, me mësu pak për që temën tonë, që po folim na. Ja mësu pak që do me thonë pesimizëm, optimizëm. I kish marrë 3 enë me ujë, edhe i kish vënu mish para të rrymes. Edhe tana ja u kilshu temperaturën, edhe kur kish fillu me vlu ujë, një enë i kish tinja 2-3 vezë. Një anë tjetër i ka shtinja 2-3 karota. Edhe një anë tjetër ja ka qit një 3 lug kafe e blu. Edhe mas 20 minutave i ka thonë, e ka marrë djalin për dorë, edhe e kanë veshtruat vlimin 20 minuta bashkë të dytë. Dikur kur janë bon 20 minuta e kanë vlu ato 3 anë, njëna me vezë, njëna me karota, njëna me kafe. Masi qetësohet vlimi, mas 20 minuta, ja qet në tavolinë dhe i thot, a din çka kam dasht me të mësu me këtë farë praktike të kuzhinës? Thot, jo. Thot, kam dasht me të tregu se jeta që po jetojmë e shënon ujit e vlimit. Jeta vlen çdo moment. Jeta është që ky ujë që vlen, se jeta është e gjallë. 3 lloj njerëzish kanë karshi me jetën, me vlimin e jetës. Kategoria e parë e njerëzve janë kategoria atyre që hinë goxha të fortë, hinë në vlimin e jetës, në valët e jetës, edhe ty mundu janë isin muzbut. Edhe kjo puna e karotës, ku të shtesh nën është i fortë, mas 20 minuta bëhet i but. A i keni pa do kur të hinë fe, që shtu e kanë hinë fe të shtije, një 2-3 vjetë, po të citën e zbutën e bëhen, Allah kom bëhen. Se uj i valja, dhe me thonë, mos të harani, jeta është val, është e vlune, nuk ka bash gjithë, nuk është konstante, nuk është uj i jetës i bash i ftoft, ose ajo tjetë që thujnë na taman. E dyta, ka thonë, është puna e do njerëzve që kur t'i qasen jetës, në fillim janë dëbut. Dëbut i qasen vlimit jetës. Po të najt me jetin janë një zëbohen të fort. Kjo puna e vezve. Se e veza është e but, është e langt kur t'hen në ujë. Po ty vlu, forcohet mrena. Jashtë edhe u kone fort, po mrena forcohet. Edhe këta njerëz, do më thonë, hinë dëbut, vend si mu zbut që i tjetëri, ta bëhen më të fort, bëhen më të ngurt. Edhe e treta, ka thonë, është puna e kafes. Puna e kafes, ka thonë, është njerëzit që i qasen jetës, valve të jetës, po adin që i bojnë jetës. Jetës i japin ngjyrimin e vetë. Edhe në vend si me t'i dhënu të jeta, te i dhënën jetën, te bën jetën e lumtur. Ose vend si me prit ty jeta me të kënaq, te merr jetën, te bën jetën e kënaqshme. Ti jep jetës kuptim, ti participon në jetë. Ti me vlerat e tua, me optimizmin tanë, me moralin tanë, i participon. Një fatkeqësi ka ndodhur në familje, ti merr atë fatkeqësinë, bashkëvepron pak me to dhe shndron. Domethënë, një ngjarje që ka dobi për ty. Ka pas dhënë Hazreti Muhamedi alayhi salat fiks për çet temë, kështu nëse guxoj me krahasu. Ka thonë, e çuditshme puna e besimtarit. Pse e çuditshme? Pse besimtari dallon prej njerëzve të tjerë.
Qysh? Ka thonë besimtarin kur e godet e mira, falenderon edhe mirë, po këto tonëve me na godit e mira nuk ka problem. Këtu nuk ka fort dallimi. Po besimtari ka fuqinë që edhe keqe kur të godet, bën sabër edhe kjo. Domethënë vetëm pse i çdit shumë besimtari, sepse besimtari bashkë vepron me tëna proceset e jetës, tëna ngjarjet e jetës. Në qofshin të mira, mirë o Zot. Në qofshin të liga, besimtari ka energji, ka fuqi me i shndru në pozitive. Edhe i çudit shumë besimtari, me të vërtetë. Qysh ka mundësinë njëri krejt jetën me shndru në dobi për ta, edhe të mirat edhe fatkeqësit. Kjo është fuqia. Kjo bën të veçantë besimtarit. Edhe për ata ka thonë, "Ajaban li amri al-mu'min." E çuditshme gjendja e besimtarit. Edhe nëse nuk e mrrim këtë gjendje, nuk na përfshin veçuria e qenurit musliman. I qenurit musliman është fuqia me shndru jetën e mirë dhe e keqe në favorin tonë. Që kjo është muslimani. Tash për këtë punën e karrota s'po diskutoj najt, se pedim që së mirë, po dikush edhe me këtë punën e vezës thot hoj mirë që u forcu kjo, edhe ke hini si bot po u boj fort. Edhe dilemën ky djalë i ri, se baba ka vetë fund, cilat çështje po të pëlqen. Dilemën ky djalë i ri ka pas mes vezëve edhe mes kafes. A me kon si vezë, a me kon si kafja. Edhe me gjas, ky i ri u pak ka anu ka vezë. Mirë po baba në fund ja ka shpjegu që kjo veza, kur ti në ujtë val, forcohet, është të vërtet. Mirë po problematika shtrohet, tu forcu, so ka më mujt me qëndru e fort. Sepse mos harani diçka, gjonat e forta në këtë jetë, kur thehen mas leti. Gjonat e forta në këtë botë thehen mas leti. Gjonat e buta problemi i thy. A ma letë e thënë një dru të thot, a një dru të një. Një dru të thot është problem veç ditë e lako, është si të lako të thëjet. E një dru të një, janë kohën këtë nërë do rakita, i thëshëm, problem e nda, është problem i thy gjonat e buta. Përse ta njerëzit kër i qasen jetës, në eri qasen tash për e të vrashte, të forte, luftojnë pak me jetën edhe vjen një goditje i thënë midist. A i keni pa qeliku këtu që janë dëmon elementet që dalin pe i hekurit. A i keni pa hekuri është i fort, po thehet rrom që thot, po thehet në moment. Për dallim prej gjonave që janë për ata ideja që më qas jetës me ashpërsi, me domethënë qenjut i hekurt, qenjut i izoluar, qenjut i mbyllën, praktikisht nuk është krejt ideja sakt. Ideja vetëm e sakt është jetës më qas me kafe. Edhe ajo ana, imagjinoni kur i kanë ftuar në fund karotat edhe ujt. Karotat edhe ujt, vezët edhe ujt. Në tretën ka kem veç kafe, mos kem kafe edhe uj. Në tretën s'kem kafe edhe uj, kem veç kafe, nuk kem edhe uj. Uj të shëndru, a në dytë parat kena karota edhe uj, kem vezë edhe uj, nuk kanë mujtë mu homogenizu edhe mu shkritë njën e tjetër. Kjo është një shembull fillestar që deshta me pru, dhe më në qasja ju nda jetës. Shkencëtarët musliman kur folin për çështjen e jetës e optimizmit, tash po foli pak më në kuptimin shkencor, thojnë katër qasje mund t'i ketë muslimani ndaj jetës në këtë botë. Qasja e parë është bashkëveprimi pozitiv, që pëlypim na. E dyta është asimilimi, e treta është kompromisi, edhe katërta është izolimi. Për shembull, kjo është sa interesant. Shumë fetar përballë shumë proceseve të jetës e zgjedhin izolimin. Edhe shpeshher i llogaritum na njerëz që izolohen prej proceseve të jetës, i llogaritim ma fetar. Izolimi ndaj proceseve të jetës është qasja ma e gabueshme. Për shembull, shumë njerëz kanë me thonë këto ditë, po një fetar, dalën në zgjidhje hiç, se muslimanit nuk i lejohet me shqasje izoluese, shqasje, domethënë kur njeriu izolohet prej realitetit. Prandaj e vetmja qasje më adekuate është bashkëveprimi pozitiv me realitetin. Kur ti e merr realitetin, nuk krijon luftë, po e merr dhe bashkëvepron me ta dhe mundohesh realitetit diçka më dhon prej ngjyrimit tan.
Kjo është ideja. Kur ti dën mi dhon, e kjo quhet optimizëm. Janë disa fakte që deshta me i përmend para se me fillu me i lexu, domthonë ajetet e Zotit. E kam normal me i cek disa gjëra, po jo shumë gjatë shkurtimisht. E para për ty në thot, njeriu në këtë botë i ngjan kapiteni tanijes. Secili prej nesh është në anijen e vet, në atë jetën e vet. Edhe a dini ku jena ul? Jena ul bashkë te ai timoni ku orientohet anija. Besimtari në këtë botë do të me konë shumë vigjilent. Nuk do të më dhon timonin e jetës kërkujt. Kërkosh zguxon me ta drejtu jetën ty. Ti vetë do të me drejtu jetën tënde. Kërkosh në këtë botë zguxon me menu për ty, ti do me menu për veten. Nuk ka logjik unë me menu për ty. Ti meno për veti. Unë menoj për veti. Diskutojnë bashkë, po jo në më thon ty, ti s'ki nevojë me mendu që unë menoj për ty. Kjo është shpërlamje e trunit. Domthonë ti s'ki nevojë me përdur trunin tan ta hapi temin unë. Jo, se i madhi Zot secilit i ka fal mendjen e vet. Për ata ka thon Allahu i madhreshëm, pse do të secili prej nesh me udhëheq anijen? Sepse në ditë kemë dal para Zotit të madhreshëm, e secili prej nesh ka më pyet për anijen e vet. Edhe ti s'mund me dal mi thon Zotit, o Zot, po këtë anijen tam kur si ku ngrohem. E Zoti tani ta bën një pyetje, e kush ka thon ty që ti ke pas drejt me aliu dikuj me ta udhëheq jetën? Jeta jote është pasunia që Zoti ta ka dhënë. Edhe aty s'do të më dhon drejt kërkuj me i. Hesh njëri gjallë në këtë botë. Në jetën tonë Zoti nuk të përzi. Me të këshillu po, me të orientu po, mirë po timonin e udhëheq vetë. Allahu ka thonë Kur'an, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Secili njeri në ditën e gjykimit ka më ardh vetë para Zotit të madhreshëm. Përderisa ke me dal para Zotit vetë, edhe jetën u dash me udhëheq vetë. Edhe jetën u dash me udhëheq vetë se ke me dal para Zotit vetë. E dyta është jeta shumë serioze. Zoti ka thonë Kur'an, e fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. A keni menduar se krejt kjo krijimtari e Zotit është vetë shkeleshka? A keni menduar se krejt kjo galaktik, kjo gjithësi, këto planete, këto galaktika, krejt Zoti i paska kriju kështu për hajgara? Jo, kjo krijimtari ka gjigande, ky pushtet ka që madh. Sigurisht që na thret me qenë shumë serioz, prandaj pse s'duhet me qenë pesimist, sepse pesimizmi është tërhiqje prej jetës, ose kur llogarit jetën se na jem figurat shahit. A besoni na u ka lodh shpirti me Daniel, si tungjesh me ton thot u kry, zgjedhjet janë në paketa. Amerika ka kry këto, ajo krejt janë të kryne, veç na pse vronojna, apo më vetë pse jetojmë na këtë dyja. Krejt koka e kryne. Ata e kanë kry këto, zgjedhjet i kanë caktu, ata i kanë bo bashk, këta i kanë bo bashk, ky ka më bo aj, ky ka më ky koka e kryne. Na pse vronojna këtë dyja. Krejt është e kryne botash, krejt një dorë e madhe, veç i lëviz figurat e shahit e na jem pihuna. Na gro kush ka dojnë. Atëre pyetja shtrohet, pse jetojmë në këtë botë? Domthon ajo është ideja konspirative. Gjithçka është konspiracion. Gjithçka është një dorë e msheft o ka në lëviz tonëve. E Zoti i madhreshëm na ka falë në këtë botë dhe na ka kriju vullnet. Edhe gjanat në jetë na mundu me lëviz me vullnetin tonë, me punën tonë, me suksesin tonë e kështu me radhë. E treta thotë është besimtari në këtë botë gjithherë duhet me punu që anrat me i bo realitet. Mos me jetu me anra. Normal që i duhen anrat njeriut, po gjithë duhet me mendu qysh me realizu anrat. Kanë thonë ulemaja, i kanë thonë ja 3 fjali, kisha pas shef mos me harru ju. Kanë thonë i urtësi është me ditë çka duhet me bo. Me koni urt është me ditë çka duhet me bo. Me koni aft është me ditë qysh duhet me bo. E me koj sukses më është me bo punën, me kry punën. I kem 3 shkatësi. E para është urtësi, aftësi edhe sukses. Me koni urt i bjen me ditë çka me bo. I aft i bjen me ditë qysh me bo. Edhe i treta, me koj sukses shumë është që ato që ke ditë
edhe që ato që din që është me bo është me e bo, për ata nuk ka sukses pa qitë në teren, pa u konkretizu puna. Na ja po logaritëm suksesëm se po dina me fule, po dina me filozofu, po dina me mojt leksione. Po fakti se po di me mojt leksione nuk na bën suksesshëm. Suksesshëm është kur ëndrat i bojmë realitet. Ato që i kem pas ëndër, ato që i kem pas në kokë, i zbresim në realitet. Çështja e funit thot optimizmi është natyrë e gjithësisë, ose optimizmi është ynyra e jetës. Nëse e veshtroni Kur'anin fisnik, në Kur'an ekziston një tregim që ish dasht çdo besimtar me bon kurështar ky ajet. Unë di që kom thonë sa herë këtë ajet, po du m'ja buni far para hyrje këtij ajeti. Para pse dia dje kur e thash, i madhi Zot në librin e shajt ti që ja ka zbrit njerëzimit deri në ditën e Kiametit, e ka rezervu, ka gjetë vend me zbrit një kaptinë dhe me janë gjitë emrin kaptina e Bubrecit. Apo jo? Kaptina e Bubrecit. Edhe Zoti ka gjetë vend në librin e tij me përmend Bubrecin. Mirë po kur e përmend Bubrecin e përmend interesant. Hazreti Sulejmani pas ka pasur ushtri gjigante, edhe me një rast të shku një ekspedit, rrugtimi Hazreti Sulejmanit ka pas me ra afër tubes e Bubrecave, edhe me atë rast Bubreci i vogël u dal, e ka nëhat ardhjen e Sulejmanit, edhe ka lëshu alarmin, ju ka thonë atyne bashkohasve ti, hini në për vrima, se po vjen Sulejmani dhe muhet më shkel. Interesant është që qëtë zonë e ka një Sulejmani. Zonën se Zoti ja ka pas mësu me një komunikimin e kafë. Fatebessama dahikan min qawliha. Thotë edhe i shkoi buza në gaz Sulejmanit kur e niti. A bëjmë vetë pse i shkoi buza në gaz? Se e niti të fol, e ka një ma herë. I shkoi buza në gaz një krijes qaq e vogël dhe qaq optimiste, qaq pozitive. Bubreci po ju drejtohet llojit të vet, edhe ju thot ikni hinin e për vrima, se vjen Sulejmani e ju shkel pa ju vrejt. Domethënë i ka dhënë dy gjanash në kolm të urtësisë. E para ka dhënë informatin edhe po do me pështu popullin e vet. E në dytën ka dashur me fol për Sulejmanin, po e ka ditë që pejgamber, nuk bë me ataku. E ka thonë ju shkel Sulejmani pa ju vrejt, domethënë jo se i keq, ajo profeti mirë, po nuk ju vrejnë edhe ju bën tuk. Domethënë, imagjinoni për shkak kur të analizosh në herë. Zoti i Madhreshëm ka gjetë vend në librin e tij të shajt me fol për një bubrec që i intereson me pështu popullin e vet. Edhe e çuditshme është puna e njeriu. Njeriu çanë më ndeshme në këtë gjithësi, njeriu madh, edhe vjen njeriu në këtë botë dhe nuk e ka logjikën as bubrecit nuk e ka. E ka logjikë negative, ky popull do të më dënu, ky popull i poshtër, ky popull, çfarë logjike o kjo? Është as bubreci, logjika se bubrecit çka kjo, domethënë. Ti me gjithë këta truë, me gjithë shkollim, me gjithë këtë analizë, ti hala nuk e ke moralin e bubrecit. Ai bubreci sa çaq i vogël, sa dim gjithë sa është, edhe vullnetin edhe optimizmin, për çata Zoti i Madhëshëm nuk e ka përmend bubrecin se është në fat gjallëse madhe. Ja ka përmend puna e optimizmit këtu edhe puna e menduarit pozitiv për llojin e vet. Sa kem nevojë na njerëz sot me mendu mirë për llojin ton, për një tjetrin me mendu mirë, me mendu pozitivisht, edhe më mundu me kuptu një tjetrin. Ç'kjo është me të vërtet optimizmi i gjithësisë, domethënë nuk ka puna që bubrecit. Ç'është është gjithësia? Domethënë gjithësia mendon pozitivisht, mendon mendon mirë për një tjetrin. Njerëzit e çuditshme është. Krejt full negativitet jeta. Krejt baksoz, krejt keq, krejt. Domethënë çohet mengjesi hap dyrt, edhe nuk thot çfarë rrezë diell vetë ku çfarë dielli po ka sot katastrofë. Nuk i hap dritarët me thon rrezet e diellit i paskaçu Zoti sot. Domthon një çështje shumë negative ndaj gjithë shumicës së jetës, e mos flasim që na herë kemi çështje negative edhe ndaj adhurimeve, edhe bova ki ngjinu shumë jemi dhe i thojna, vallai pak na ka lodhur dhe çka na u dash kjo puna e ngjinimit.
në pikë të verës. Domethënë, a bova ki me qenë në gjunushëm. Domethënë, pesimizmi na ka prek edhe zonën e adhurimeve. Hazreti Muhamedi alayhis salam ka pas moral shumë optimist. Pja u tregoj veç një detaj emnat kur i ka nit njerëzve. Shumë interesante ç'ky punë. A keni pa na kur folëm për emna, na këta emnat i kena bo pak adin mushet menia ka zbrit Zotin e fal libret qitap të emna. Kur të folsh me njerëzit që ky emër na on qitap. Në çelën qitap avdin. Po është në Kur'an, po Kur'ani s'ka emna vëllai dashën. Kur'ani s'mon emna. Kur'ani s'merret çfarë çuçan që emnin ti nuk kanë fal listë të emnave në Kur'an. Po qitapin, po i qitapi, a di çfarë bre qitapi? Qitapi është janë unë çdo njerëz e kanë shënu emnat e popullit vetë i kanë bënë liber. Edhe kanë thonë që të janë emnat muslimanëve. Se ata kur janë ul i kanë shënu emnat që janë kom prezent. Nuk është ajo libra përfundimtare. Ti mund me shpik një emën që është musliman, emën e mirë me shten në qitap apet. Ky qitapi nuk ka i kufizun. A kuptoni? Mirë po, zakonisht harrojmë një gjatë e emnat. Emnat, domethënë kur i vendosim normal me shumë indikacione, se cili i vendosim atë backgroundin e vet, po zakonisht na ik ky detaj. Emna pesimist, emna negativ. Domethënë emna negativ. E ka pas princip Hazreti Muhamedi, njerëzve emnat negativ janë rrugë. Me një rast është një farë beteje, edhe ty kalu pejgamberi sa më janë taku një dele. Edhe ajo delja ka pas shumë qumsht, edhe dikush i ka thonë pejgamberit mill në delen edhe merr në qumshtin. Pejgamberi alayhis salam i ka konsultuar ata, domthonë bashkëluftëtarët, ju ka thonë, a ka dikush që na e mjel delen? U qunion i ka thonë une. Qysh e ki emnin? Që arabisht ashtë s'pja u thamë ju, po emnin që ashtu si i idht. Jo jamel, po i idht. Ka thonë unë gjë. Falenderit. Që ti dhe qumshtin e bën. U që tjetëri ka thonë, ja Rasulullah une, qysh e ki emnin? Ka thonë luft, ka thonë unë gjë. U që i treti, i ka thonë që shë kiamin, ka thonë jetë, ka thonë te mele. Dhe më thonë, e ka puna e emnit, ja ka determinu edhe misionin. Emnat, dhe më thonë, du të me thonë shumë emna optimist, që dhe më thonë, japin kuptim jetës e kështu më radhë. Me një rast, pejgamberi alayhis salam ka shku me vizitu një gru që ka qenë smut, e kemu kujtu të ke puna e kancerit, të ke pun këtu smundit që pa janë dhe ke prurse, u huteni Saib ka qenë një gru edhe kish pas temperaturë shumë. Edhe kur ullet në mal u shku me vizitu të smurën, i ka thonë çka po ankon? I ka thonë ja Rasulullah kam temperaturë edhe këgdhimbje e vraft Zoti këtë smuj që më ka godit. I ka thonë Hazreti Muhamedi, jo mos e mallko smundjen. Mos e shaj smundjen, se smundja të pastron prej gjunahit. Ideja e këtij hadithi është kur pejgamberi alayhis salam edhe prej smundjes don me dal me pozitivitet. Domethënë, mos e shoj smundjen, mundohu prej smundjes me përfitu gjëra pozitive, sepse smundja nuk largohet se e ke shoh. Smundja largohet të nxjerr optimizëm edhe të nxjerr vullnet prej, sepse me çka me luftu smundjen, veç me vullnet. Betejë e parë e pacientit me çfarë do smundje është betejë e vullnetit e optimizmit. Për ata dhe ai keni pa të na është problem. Se do të më kallëzu tonëve që kjo ka smujnë, veç kjo s'ba me ditë. Se do të me ditë këtë ma halla, veç kjo nuk ba me ditë. Pse s'ba me ditë? Për arsye se kema logjikën që se ti thot për shembull, je smut, kjo më herë dorëzohet. Tani e ke pa çan gjon tani. Tonë din që është smut, ton kajnë ky s'dizjon. Ky veç kish. Kanë herë po mënej ja do të më përgatit që me pranu smundjen edhe me luftu me vullnet, ja nëse kem gjendje më mirë mos më gallzu. Domthonse se do të kesh edhe ndaj ditë edhe do të lufton smundjen me optimizëm. Pejgamberi alayhis salam ka thonë nuk ka majtje zimi 3 ditë. Nuk guxojna me pa jetën zina. Edhe nëse u vdek kush do që u vdek. S'ka zin këtë botë. Janë ditë caktuar dhe vazhdon jeta. Po me të pang i një vdekje që na ka ndodhur familje, deri në ditë kiametit.
as mos më munu për gjallë, as mos më munu për jetë, as më munu për optimizëm, se ka vdek një njeri i familjes, kjo qasje tepër negative që nuk na duhet si besimtar. Allahu i madhnushëm kur fol për pejgamber, janë a di çfarë interesant, nuk ka profet i Zotit që s'ka thirrë në optimizëm. Po pe njerëzve më shumë që ka thirrë në optimizëm është Hazreti Jakubi alayhi salam. Hazreti Jakubi kur e ka hup Jusufin, llogaritet mini 20 vjet se s'e ka pa. Imagjinoni tonë keni lexuar surën Jusuf edhe e di që keni tregimin e keni para veti. Po a dini çfarë është interesant? Kur krejt njerëzit i kanë hup shpresat se mund me ekzistu dikun Jusufi alayhis salam. Kur tema rreth Jusufit mo u bë demodeja dhe dikush s'ka dashur më me fol për Jusufin, baba i tij ka thonë djemve ti ka thonë shkoni në Egjipt edhe kërkoni Jusufin se po më duket pjani erin. I ka thonë pasha Zotit ti më veç ke ti me të vetit ke që thujnë na ke lu. Ti hala ki në kry Jusufina? Ka thonë hala kam kry. Edhe me izin e Zotit ka më këthy Jusufi. Domethënë me të vërtetë është një moment i një betejë 20 vjeçare kur baba nuk dorëzohet me optimizmin, vullnetin e tij për me kthy dëbirin e tij. Për ajeteve të mira në Kur'an është Hazreti Ibrahimi me melaçe ka bisedon. Ka thonë Allahu fala takum min al-qanitin, ka thonë melaçet Hazreti Ibrahimit mos u bë pe njerëzve të dëshpruar, mos u bë pe njerëzve pesimist. I ka thonë qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa ad-dallun. Ka thonë po çysh mundet njeriu, po kush është hub shpresën pe Zotit përveç njerëz të devijuar. Kush guxon me hub shpresën pe Zotit veç njerëz të devijuar. Domethënë shumë interesant kjo punë e devijimit këtu. Se çu kuptoni ju devijimin? Devijimi e kuptoni veç me deviju që se keni uvë Zotin a devijimi i jetës. Domethënë popujt pesimist e kanë hub rrugën edhe në këtë botë. Për ata në Koranin fisnik i keni 3 gjana shumë të rëndësishme kur të lexoni Koranin. E keni optimizmi zakonisht vjen me iman. Domethënë njerëz që besojnë Zotit nuk guxojnë me qenë pesimist. Sepse na sot për shumë njëri po lidhet me një fuqi të madhe, po lidhet me një shef, po lidhet me një zotni, edhe po ka vazhdimisht optimizëm se u lidh me një parti të madhe, u lidh me një të madh. Po çush më robot ti e lidh me Zotin e madhreshëm. Ku guxon ty me të ka pesimizmi ti e rob i Zotit i cili është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Për çfarë në shpellën Hira kur e ka çu në shpellën Nur kur e ka ngrit kryt e Bubekri edhe i ka pa kam të mushrikëve vetë sa s'po i shohin më, ja ka nis mudri dhe i ka thonë pasha Zotin anxanën. E u kthy Hazreti Muhamedi i ka thonë la tahzan, mos gabo mu lig, mos u dëshpra, mos u bë pesimist. Çka mendon për 2 vet, i treti o Zoti me ta? Çka mendon për 2 vet? I treti është kujdesi i Zotit, është Zoti me ta, është Zoti i mbështet. Edhe kanë shpëtu. Njëjtin udhtim është interesant. Imagjinoni i përsekutuar i domani ikon prej Mekës. Një nuk është vërsul me ka pejgamberin hijret. Ka qenë far Suraka ibn Malik. Edhe do i kemë kap se shpërblimi është 100 deve kush e nxan Muhamedit alayhis. Edhe në çat far torturin e ikjes e peripetite e ikjes. Ati i sharun kam të kali 2-3 herë në zalë ati Surakës. E pa ai dikur që sa punë me nxan pejgamberin, po i tha pejgamberi alayhis salam u kthy. Ebu Bekri ish me ta. I tha o Suraka, ktheu ka dalën Mekë mos u muno me këtë punë. Tha dhe po mdokesh një ditë po të shohje babës Liman edhe i ke vesh bëlyzykt edhe atë kurorin e mretit Persis. Tosh interesant është ky muhabet, se këtë muhabet pejgamberi pja thot një burri që është idhujtar edhe është të e luftua Hazreti Muhamedit alayhis salam. Edhe kur e ngjet kurorin pejgamberi s'ka me kanë gjallë. Apo ma se është momentin kur shlirohet Persia nuk është pejgamberi gjallë. Këtë muhabet a din pse pja thot? Këto ma shumë pja thot mi jep moral e Bubekrit. Mi kallëzoj Bubekrit që mos e sheh hijretin si pesimizëm, po sheh si optimizëm, sepse ky hijret ka më ndru historinë, rrjedhën e historisë dhe
kohën Hazreti Omerit, ky Suraka u bë muslimane, ka shliru Persine, bile e ka dzojnë Hazreti Omeri, ka pas thonë me i vesh krejt ato, e me dalë më shtetit në për qytet, edhe me besu një që Muhamedi u ko pejgamber. Edhe interesant i detaj tjetër, ky Suraka buri me që kuj. I ka thonë pejgamberit e Islam, ti po më thu që ka me vesh bëllëzëkt, po kur të vjena e koha s'mi dhonë ta, se së më besuj. I ka pas lyp pejgamberit një farë në shkrimi, që kur të vjena e farkoha, këj me nëzira të me thonë, që ta bëllëzëkt jenë të mitë, se mi ka dho pejgamberit para sa vjetëve. Po mirë, po këtë që një optimizmin. Kuna pja e bëllëzëkt pejgamberit, pja e një njëri që është të luftu. Edhe tash, çfarë sa interesant. Me bë me këshyr, me synin e tani shumë do të më myt ata. Do të më kthymi ra shpat, se është me këshyr me synin e të ardhmes, ai është njëri me bilësek, është një musliman i devotshëm. Por çata nuk ka mirë me këshyr jetën gjithë me logjikën vetë tanishme, është me këshyr me logjikën e optimizmit. Edhe njëri që shumë është i devijuar mos e urrej me krejt çanin se nesër mund të kanë shumë muslimanë mirë. Domethënë edhe të ka shku poshtë ajo urrejtja. Domethënë këshyri ka pak senet edhe me atë perspektiven e të ardhmes. Imani edhe optimizmi janë dy shokë në Kur'an. E dyta, optimizmi edhe të punuarit mirë. Normal, feja nuk ka interesu me optimizmin me lanë veç ndjenjë, veç dëshirë, po me ashëshnu punën e mirë. Edhe treta, optimizmi edhe lutja. Optimizmi edhe lutja. Kjo puna lutjes, se dhja këna pas rast me diskutu në herë, inshallah këna me bo një temë veç për lutjen, sepse e kem një koncept shumë të gabum na karshi lutjes. A dini cili është koncepti gabum? Na i lutëm Zotit veç kur kem hall. Edhe relacioni jonë me Zotin është, na i lutëm Zotit kur kem lutja për Zotin, nuk bëhet veç pse kem nevojë. Nuk do të mi lutë Zotit veç se ki nevojë. Pejgamberi ka thonë el ibade ad-du'a mukhul ibade. Lutja është truni i adhurimit. Na kur i lutëm Zotit, i lutëm se adhurojmë me lutje. Na nuk i lutëm Zotit veç se kem nevojë. Ne po bëjmë një pyetje, më bëj mos me pas nevojë të spilot shkor. Më bëj një çfarë të rrezit të lutë shkor. Shumë gabim i madh kjo. Lutja është adhurim i jon ndaj Zotit. 24 orë lutëm. Edhe nuk lutëm vetë se kem nevojë. Lutëm se me lutje, din që bojmë? Me lutje shkojmë e shfaqim modestin ton karshi Zotit. Me bom ju lutë Zotit me njetë adhurimi, lutin e ki gjithë pranone. Po me bom ju lutë Zotit me interes, tani të krijohet përshtypja që s'o kam përgjigjet. Jo, nuk, Zotit gjithë tu ka përgjigj. Problemi është te te, se ti kur ju ke lutë Zotit ki relacion interesi. A lutja, mos harani, lutja është adhurim. Nuk ka veç kërkesë. Se a dini me bo lutja kërkesë është një halli madh lim. Une kur kam kërkesë te ti, vije e bëj një kërkesë, klypi diçka, mos më dhoni dhona. Ç'është është? Mos më taoni dhosh. Kjo i bën që nëse na relacioni jon me Zotin, në veç na i lypum, i dhnohum me Zotin. Mirë, po nëse lutja është adhurim, atëra ajo gjithë e pranuar se ne e kemi adhuru Zotin e madhruar. Veç fakti që i madh Zot, o nal me ngu lutjen ton, u pranu lutja, domethënë se shkoj adhurimit e Zoti i madhruar. Por çata nuk do të me po ka dy lloj lutjesh. Ulemoja i shpjegojnë lutja kërkesë edhe lutja adhurim. Lutja kërkesë është në relacion me njerëz, po jo me Zotin. Sepse lutja kërkesë me bëmos me realizu, i dhnohesh pa ditë, e çon në gjyq, domon se ti mendon që është e drejtë jotja. Ndërsa lutja adhurim është lutje në nështrushmërie, për i gjendjeve më të mira që ki qeh me pa njërin këtë botë është kur i ngrit lutë dhe i lutët Zotit. Është e çuditshme gjendja shumë besimtarëve. Nuk ja sheh kur duhet ngritën. Krijon një farë logjike të qysh me ngrit duhet si punë bidate, edhe se mos po bujnë ndaj far bidate. 100 hadithe janë që pejgamberi kur u luti ka ngrit durët. Ngritja durëve nuk shënon si me kon bidat. Unë falna me dëbura ko gjamatin që të gjami, që di nashta koni një që ka vjetë që se kom po të i ngrit dur. A pe i gjendjeve më të mira është kur robi ullet edhe i ngrit dur ka qili është. Vetë që mjaftoj, gjendja është, se lutja o gjendje, lutja nuk o vetë që thuti.
nuk ka çfarë thuti, është gjendja. Sikur kur shkojsh në ruku. A o më rëndësi çfarë thon në ruku? S'den njoni me thon subhana rabbiyal azim hiç s'den me thon. Veç din me shku në ruku. U kry puna. Pse rukuja është për ulje. Ti e madhrove Zotin me gjendje, së më rëndësi ti çka thu aty në vazhdim. Ti kur shkojsh sejdë, njëri thot hoç s'po di çfarë më thon sejdë. A ne bre mos desh me thona, di me shku në sejdë, jo në sejdë di me shku. Kryve muhabetin ti. Pse? U për ulje ti, më ka të shëshje e për ullë. Ti ku të shkojsh në për restoranat mëdha, ata kamarierë ta bëjnë kështu, s'tfolin hiç. A e merr ti respekto? Së më rëndësi çat ka folaj, më rëndësi kur vjen njëri më fal para Zotit. Normal janë më rëndësi fjalët, po unë po du me shku në ekstrem. Namazin, veç çure njëri ka falet. Kështu bënja silent zonin. Veç që t'ja formet. Njëri kur të posh ka falet. Nuk kam rëndësi ti e keni që pëthet. Veç falja është në nështërshmëri. Apo kuptani, sët Allahu Akbar, në ruku, në sejdë, veç pamja të jap kuptimin që ky njeri u ka dorëzu dikujt. Së më rëndësi çfarë lutjesh i ka thonë, po flas në kontekstin se janë më rëndësi lutjen, po në muhabetin që po bisedoj. Njëtë e punë e lutjes. E rëndësishme Zotin me të pa ty ka i lutesh. Që shi thu fjalë tani, kjo ma pak e rëndësishme, sepse ti e të adhuru Zotin e madhesh. Për ata u hi njën në xhami e ka gjetë pejgamberin ka lutet, me Abdullah ibn Mesudin, e u lutshin mirë këta, u lutshin, o Zot, këto e çfarë fjalësh tamlet mira, fjalori. Ai shkon beduena, s'ka ditë mira ditë ashtu. E ai ka thonë veç, o Zot, apo më jap xhenetin. O Zot, apo më jap mu xhenetin. Edhe kur i kanë një ata të lut mirë, u fiksoj lutjes, u afru ka thonë unë nuk di që shpo dini jo kështu ka mirë fjalët. Ka thonë a demi që durt? Po, qa i thu Zotit kur i që ishtë durt? I tham Zotit ama xhenetin. Tha po na që aty po silëm, na veç po i bim pak marrot la. Ama në sejnë, krejt këto lu, falmi gjinohat, falma këto, në fond, ku të qojnë krejt këto? Qojnë me hinë xhenet, që t'irë xhenet tani këto. Inshallah Zoti madhreshem, për ata deshta ideja jam ke, me lutjen gjallë në optimizmin. Me lutjen gjallë në optimizmin. Sepse lutja dhe optimizmi vinë bashkë. Selam aleikum.